Kjo këshill më ka sjell miliona lek apo euro. Vendos afate ekstreme. Ti e ke parasysh kur ke edhe 2 orë për të bërë një fluturim, ti dërgon emaile, takon dikë shpejt e shpejt, lë disa porosi, rregullon disa procese që i ke lënë pezu dhe nisesh dhe i bën gjitha brenda 1 ore ndoshta. Po pse nuk i bëre dje këto gjëra? Sepse dje kishe kohë. Në biznes kam mësuar që puna zgjatet atë sa jepet afati. Nëse një stafi i thua për 4 ditë duhet të dërgosh 2 emaile, ndoshta do zgjasin 2, 3 apo 4 ditë për dërguar ato emaile. Nëse i thua për 10 minuta dua që ky email të dërgohet, ai email mund vi brenda afatit të caktuar. Shpejtësia është shumë e rëndësishme në biznes. Shumica njerëzve nuk kanë problem me eficiencën, kanë problem me urgjencën dhe parat e duan shpejtësinë. Trego edhe ti shpejt, bëu edhe ti me para.